Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Ju ftoj të ndiqni edicionin informativ të lajmeve këtu në televizionin Media Plus. Në mbledhjen e tij të parë për vitin e 2013, Këshilli i Qarkut të Lezhës ka miratuar plan buxhetin e këtij viti. Kryetari i Këshillit të Qarkut të Lezhës, Pashk Gjoni, u ndal në zhvillimet më të rëndësishme të qarkut gjatë vitit të 2012, po ashtu Gjoni ka theksuar se objektivi i përgjithshëm i këtij viti mbetet realizimi i objektivave të miratuara që synojnë përmirësimin e mëtejshëm të infrastrukturës rrugore dhe urbane, si dhe përmirësimin e shërbimeve në arsim dhe shëndetësi. Zhvilloi punimet mbledhja e Këshillit të Qarkut të Lezhës duke marrë në shqyrtim dhe miratuar 13 pika të rendit të tij, ku më rëndësishmja ishte plan buxheti për vitin 2013. Kryetari i Këshillit të Qarkut të Lezhës, Pashk Gjoni, u ndal në zhvillimet më të rëndësishme të qarkut gjatë vitit 2012, si pjesëmarrja në panajirin kombëtar të agroturizmit, zhvillimi i konferencës për punësimin të rinjve, konkursi rajonal letrar. Ndërkohë, sipas Gjonit, për vitin 2013, objektivi i përgjithshëm mbetet realizimi i objektivave të miratuara në dokumentin strategjik, koncepti i zhvillimit rajonal që synon përmirësimin e mëtejshëm të infrastrukturës rrugore dhe urbane, si dhe përmirësimin e shërbimeve në arsim dhe shëndetësi, zhvillimin e agrobiznesit dhe turizmit dhe përmirësimin e transparencës. Këto objektive do të konkretizohen nëpërmjet rritjes së kapaciteteve të ekspertëve, zbatimit të projekteve në këtë fushë, nëpërmjet financimit të buxhetit shtetit dhe donatorëve. Për të përgjigjur hapave integrues të Këshillit të Qarkut, Këshilli i Qarkut do të ngrenë një strukturë të re që është Agjencia Rajonale e Zhvillimit. Me shumë rëndësi është zbatimi i projekteve ndërrajonale dhe nënrajonale në kuadrin e programit të zhvillimit të Shqipërisë Veriut, RDP, të mbështetur nga qeveria austriake dhe zvicerane. Thithja e sa më shumë projekteve nga fondi i zhvillimit të rajonit është gjithashtu një prioritet i punës tonë. Ky është takimi i parë për vitin 2013 dhe pikat më të rëndësishme ishin miratimi i buxhetit dhe strukturës administrative. Në Lezhë është zhvilluar takimi i Komitetit për Mjedisin Natyror dhe Shërbimet Publike. Ky takim është organizuar në bashkëpunim me Fondacionin për Autonomi Vendore dhe Qeverisje, mbështetur nga programi Delta. Takimi u përqendrua në prezantimin dhe diskutimin e treguesve të monitorimit dhe projekteve zhvillimore. Në kuadër të konsultimeve publike dhe punës së përbashkët për rishikimin e strategjisë së zhvillimit të qëndrueshëm të Bashkisë së Lezhës, është zhvilluar në sallën e Këshillit Bashkiak të Lezhës takimi i Komitetit për Mjedisin Natyror dhe Shërbimet Publike. Diskutojmë pikërisht për planin strategjik zhvillimit ekonomik, social, kulturor, sportiv e këtij qytetit Lezhës, për një zhvillim të qëndrueshëm. Tashmë unë do të përshëndes shumë zotin Roj për angazhimin e tij, jo vetëm tani, po që në vitin 2005 që është pjesë e gjithë këtij procesi të rëndësishëm të ndërtimit, hartimit të strategjisë së zhvillimit të qytetit Lezhës, por edhe të këtij procesi tashmë që është drejt përfundimit të rishikimit të këtij plani, të planit strategjik të hartuar në vitin 2005 dhe të hartimit të planit të ri strategjik për zhvillimin ekonomik të qytetit. Ky takim është organizuar në bashkëpunim me FLEG, Fondacionin për Autonomi Vendore dhe Qeverisje mbështetur nga programi Delta. Zëvendës drejtori i këtij fondacioni, Artan Roi, theksoi se qëllimi i këtij takimi është prezantimi i vizionit. Sot në Bashkinë e Lezhës organizohet takimi i radhës së Këshillit Parlamentar për Zhvillimin Strategjik Bashkisë. Është një komitet që është ngritur pranë Bashkisë në ndihmë të gjithë formulimeve të politikave të zhvillimit strategjik. Ne kemi paraqesit komitetit të draftin e parë të matricës strategjike, shikuar vizionit që vjen nga objektiva strategjike. Sot janë takimet e komiteteve të Këshillit Parlamentar për Zhvillimin Strategjik dhe ky takim do fokusohet në rishikimin e matricës strategjike dhe zhvillimin e disa indikatorëve matë për marrjen e zhvillimit strategjik të Bashkisë së Lezhës. Takimi u përqendrua në prezantimin dhe diskutimin e treguesve të monitorimit dhe projekteve zhvillimore.
Eci me teme zhvillimet të tjera. Janë mbushur 22 vjet nga rrëzimi i busit të diktatorit Enver Hoxha. Rrëzimi i busit të Enver Hoxhës ndodhi në kohën kur kishte vetëm 2 muaj që ishte themeluar Partia Demokratike dhe ishte shpallur dita e zgjedhjeve të para pluraliste në Shqipëri me 31 mars 1991. Këtë 20 shkurt të mbushen 22 vjet nga rrëzimi i busit të diktatorit të Shqipërisë Enver Hoxha. Një situatë ngarkuar politike kur kishin kaluar vetëm pak muaj prej shpalljes së pluralizmit në Shqipëri, rreth 700 student kishin nisur greven e urisë. Një prej kërkesave të tyre drejtuar Partisë Popullore Shqiptare kishte të bënte me heqjen e emrit Enver Hoxha Universitetit të Tiranës. Kjo grevë u mbështet nga mijëra qytetarë të Tiranës edhe mbar Shqipërisë, por revolta popullore kishte nisur qysh me protestat e studentëve në fund të dhjetorit për të shpërndarë më pas në çdo qytet të vendit. Rrëzimi i buseve të diktatorëve komunist kishte nisur më herët. Në Shkodër u rrëzua busi Stalinit dhe më pas një veprim i tillë u zhvendos edhe në qytete të tjera të vendit. Rrëzimi i busit të Enver Hoxhës ndodhi kur kishte vetëm 2 muaj që ishte themeluar Partia Demokratike dhe ishte shpallur dita e zgjedhjeve të para pluraliste në Shqipëri me 31 mars 91-shit. Thirrjet ta bëjmë Shqipërinë si gjithë Europa u bën simboli protestave studentore dhe qytetarëve të Tiranës. Ato kulmuan me datën 20 shkurt kur mijëra qytetarë të Tiranës u nisën nga sheshi i qytetit të Studenti, ku kishte zënë fill rrëzimi i sistemit për të hedhur bustin në sheshin Skënderbej. Pas disa përplasësh me policinë në rrugët e kryeqytetit, protestuesit mbërritën në shesh përballë busit të diktatorit. Me thirrjeve poshtë diktatori apo e duam Shqipërinë si gjithë Europa, ata rrëzuan bustin e bronzë të Enver Hoxhës, duke ndarë trupin nga koka për ta zvarritur atë në rrugët e kryeqytetit për ta quar më pas pranë grevës së urisë së studentëve. Eci Metej, një 26 vjeçar ka gjetur vdekjen si rezultati një aksidenti automobilistik në superstradën Lezhë-Laç në afërsitë e kryqëzimit të fshatit të Markatomaj. Dyshohet se shkaki i këtij aksidenti të ketë qenë shpejtësia tej normave të lejuara, si dhe lagështira e rrugës, ndërkohë grupi hetimor po punon për shkaqet e këtij aksidenti. Një aksident i rënd automobilistik është shënuar në orët e para të mëngjesit në superstradën Lezhë-Laç në afërsitë të kryqëzimit në Markatomaj. Burime policore kanë bërë të ditur se aksidenti ka ndodhur rreth orës 6 të mëngjesit ku një automjet tip BMW me targa amerikane që drejtoi nga shtetasit Gjovalin Vuksana i 26 vjeç ka dalë nga rruga duke përfunduar fillimisht në parcelat në anë të rrugës dhe më pas është rikthyer sërish në rrugë duke u përmbysur. I riu lezhjan ka gjetur vdekjen në mënyrëhershme. Dyshohet se shkaki i aksidentit të ketë qenë shpejtësia e madhe e lëvizjes së automjetit si edhe lagështira e madhe në rrugë. Në vendngjarje kanë mbërritur policia si edhe grupi hetimor, të cilët po hetojnë për shkaqet e këtij aksidenti me pasoja fatale. 2 shtetas janë vënë në pranga në 24 orët të fundit për vjedhje në bashkëpunim, ndërkohë një 26 vjeçar nga Kolçi është shpallur në kërkim pasi ka plagosur me armë një shtetas 33 vjeçar nga Raboshta. Por më tepër detajet të ndjekim konferencën për shtypje zëdhënëse të policisë së Lezhës. Më datë 19/2/2013, ora 19, është bërë arrestimi në flagrancë i shtetasve Det Koka, 41 vjeç, lindur dhe banos në fshatin Zajs të rrethit Mirdit, për vepër penale të vjedhjes në bashkëpunim. Viktor Ndoj, 38 vjeç, lindur dhe banos në fshatin Shëmëri të rrethit Mirdit, për vepër penale për vetësimi parave ose mallrave të vjedhura dhe moskallëzimi të krimit. Arrestimi i tyre u krye sepse më datë 19/2/2013, ora 02:30, shtetasi Det Koka, së bashku me një shtetas, identiteti të cilit nuk bëhet i ditur për arsye hetimi, në vendin e quajtur Kodra Suka Gjel të komunës së Rosh Mirdit, kanë vjedhur transformatorin e tensionit të mesëm, baterinë e gjeneratorit, si dhe një sasi të konsiderueshme nafte në stacionet e antenave celulare të kompanive Eagle dhe Plus. Më datë 19/2/2013, filloi procedimi penal. Është shpallur në kërkim dhe punohet për kapjen e shtetasit Gjergj Shprendi, 26 vjeç, banues në komunën Kolçi-Lezhë. Për veprat penale, heqje të paligjshmit të lirisë, plagosje lehtë me dashe, mbajtje pa leje të armëve dhe municioneve luftarake. Pasi, më datë 19/2/2013, ora 11:00, shtetasi me inicialet VP, 33 vjeç, ka bërë kallëzim se në vendin e quajtur Rabosht, në kërcënimin e armës,
i është hequr në mënyrë të paligjshme liria dhe më pas është plagosur në armë në këmbë nga shteta si Gjergj Shprengi. Eci mëtej, blokimi tubacioneve të ujrave të zeza është një ndër problemet të shqetësuese për banorët e bllokut të 11.2 hektar në qytetin e Lezhës. Shpesh herë banorët janë të detyruar të merren vetë me zhbllokimin e tyre, pasi askush deri më tani nuk ka marrë masa për sistemimin e tubacioneve dhe pusetave. Për zgjidhjen e këtij shqetësimi, banorët kanë kërkuar nga Bashkia e Lezhës të ndërhyjnë më njëherë për zgjidhjen e këtij problemi mjaft shqetësues për ta. Bloku 11.2 hektar ka qenë shumë herë në fokus të kronikave tona për mungesën e theksuar të infrastrukturës përgjatë kësaj lagjeje, edhe pse është lagja më e re në qytetin e Lezhës, ku ndërtesat e reja shumëkatëshe bien në kontrast me rrugët plot gropa e baltë, të cilat në ditët me shi bën të pakalueshme për këmbësorët. Shkak shqetësimi këtë herë është bërë bllokimi tubacioneve të ujrave të zeza. Siç vëret edhe nga pamjet filmike, janë vetë banorët e lagjes, të cilët po mundohen të zhbllokojnë këto tubacione që sipas tyre bllokohen her pas here dhe askush nuk po merr masa për sistemimin e këtyre tubacioneve dhe pusetave. Banorët thonë se tubat duhet të ishin vendosur në beton në mënyrë që të mos thyeshin nga pesha automjeteve që kalojnë përgjatë kësaj rruge. Rruga që shtu si dhe pa di vetë. To tubat duhen kontrolu, pusetat duhet luj prej vendet se nuk ka vunë në regull qysh në fillim. Dhe betonohen komplet tubat para se sa me hill asfaltin. Po kje puna me ardhë me hill asfaltin. Mos ndaj rregullohet ky vend. Ndryshe si shtu do vazhdoj. Ton kohën. Si u ven ka tubi në zhavor, dën beton. Vin makinet e rana. Këta kanë thuj makinet e rana. Shumë shqetësuam jemi apo shef. Si mos më kanë shqetësuam. Qyre ku himi aty në ujin balt. Tash 20 vjet. Që më këj bollat. Së ne ka rakush mrapa në vjetë, kërkesa e më është mi godit. Unë kaloj të kjo rrugë dhe na bëhen kom këtë loqë. Po shkon shkollë për ditë të kjo rrugë kalon? Po, se ja, këtu e kam pallatin. Po na login në këmë, ja shusi është veni, grupa. Cila është kërkesa jote? Kërkesa ime është që na rregullojnë pallatin krejt edhe të na shtrojnë rrugë tu përpara. Të shqetësuar në lidhje me këtë problem, banorët e në veçanti fëmijët kërkojnë nga Bashkia e Lezhës që të bëjë të mundur sistemimin në kësaj lagjeje ku ata banojnë. Duke lënë pas lajmet nga vendi, vjemi informacionet nga bota. Rreth 2000 bullgar kanë protestuar në kryeqytetin Sofje kundër rritjes së lartë të faturave elektrike. Duke u përpjekur për të qetësuar protestuesit, kryeministri i vendit ka bërë thirrje se licencat e shërbimeve QKQZ, e cila ofron energji për konsumatorët, do të tërhiqet, ndërkohë qeveria e Bullgarisë ka dhënë ndërheqjen, ku kryeministri Borisov ka deklaruar se popullin ata pushtet, por po ja kthejmë sërish atë. Qeveria e Bullgarisë i jep dorëheqjen pas një jave protestash të dhunshme për shkak të faturave të larta të energjisë. Në një deklaratë surprizë, kryeministri Bojko Borisov u shpreh nga parlamenti. Popullin dha pushtet, por sot po ja kthejmë sërish atë. Rreth 2000 bullgar demonstruan në Sofje kundër faturave të larta të energjisë elektrike dhe kërkuan që qeveria të rishtetëzojë shpërndarësit e energjisë vetëm me disa muaj para zgjedhjeve. Protestat masive u shkaktuan nga rritja e çmimeve të energjisë elektrike, por edhe skandalet e korrupsionit, duke përfshirë kandidatën për të kryesuar Komisionin Shtetëror të Rregullatorit të Energjisë Elektrike, i cili përcaktoi normat e faturimit. Ajo ishte akuzuar se ka shitur ilegalisht cigara online dhe kandidatura e saj u tërhoq më vonë. Protestat në qytetin e mbar vendin besohet se janë më të mëdha që vendi ka përjetuar në 16 vjet. Duke u përpjekur për të qetësuar protestuesit, kryeministri tha se licenca e shërbimeve QKQZ, e cila ofron energji për konsumatorët në Bullgari, do të tërhiqet. Borisov shkarkoi ministrin e financave të hënën dhe premtoi se do të revokojë edhe licencën e kompanisë çeke për shpërndarjen e energjisë elektrike. Në dhënien e dorëheqjes, Borisov përmendi dhunën ndaj protestuesve nga policia si një arsye për vendimin e tij. Çdo pikë gjaku për ne është një njoll, tha ai. Nuk mund të shikoni një parlament të rrethuar nga barikadat. Ky nuk është qëllimi ynë, as qasja jon. Nëse na duhet ta mbrojmë veten nga njerëzit, Borisov tha se ai nuk do të marrë pjesë në një qeveri të përkohshme. Pas njoftimit surprizë, anëtarët e partisë së tij lanë parlamentin dhe seanca u pezulluar për shkak të mungesës së kuorumit. Të paktën 14 persona janë plagosur dhe 8 të tjerë janë zhdukur si rezultati një shpërthimi në një lagje tregtare në Kansas City në SBA.
Sipas policisë, një makinë besohet të jetë përplasur me një depozit e gazi pranë një restoranti. Ndërkohë, menaxheri i restorantit ka thënë policisë se 3 persona janë zhdukur, por ende është e paqartë nëse janë larguar nga vendi i ngjarjes. Një shpërthim i dyshuar gazi që shkaktoi flak të mëdha ka lënë të paktën 7 persona të plagosur dhe 3 të zhdukur në një lagje tregtare në Kansas City. Televizioni lokal shfaqi flak të shumta jashtë zonës së shitjeve me pakicë Country Club Plaza. Policia bëri të ditur se një makinë besohet të jetë përplasur me një depozit e gazi pranë një restoranti pas ditën e së martës. Gjendja shëndetësore të plagosurve nuk bëhet ende e ditur, por disa prej tyre dukeshin në gjendje kritike, njoftoi zëdhënësja e spitalit. Mediat raportojnë për një total prej 14 pacientësh në 3 spitale të zonës, përfshirë edhe ato të Santa Luke. Menaxheri i restorantit të shkatruar nga flakët i tha policisë se 3 persona janë zhdukur, por që është ende e paqartë nëse ata janë larguar më herët nga vendngjarja. Zëdhënësja e policisë, Rhonda Flores, tha se përplasja e makinës mund të ketë qenë aksidentale, teksa thirrja e parë për nevojën e 3 ambulancave u rrit shumë shpejt në 10 të tilla. Pamjet nga vendngjarja tregojnë në zjarr fikset dhe ekipet e emergjencave, të cilat luftojnë ndaj flakëve që duhet se kanë përfshirë një blok të banesash. Kryebashkiaku i Kansas Cityt, Slay James, reagoi në Twitter se zjarri ishte pothuajse nën kontroll dhe zyrtarët po punonin për të shmangur një shpërthim të dytë. Mendova se diçka shpërtheu në shtëpinë time, tha Peggy Zilm, që jeton vetëm 7 apartamente larg zjarrit, por mediat vendase. Zona tregtare e krijuar më 1922-shin bazohet në arkitekturën spanjolle të Seviljas dhe përfshin dyqane me pakicë, restorante, apartamente dhe zyra. Rreth 30 persona kanë humbur jetën nga goditja një rakete në një kompleks banimi në qytetin e sirian Aleppo. Ndërkohë edhe në Damask, 2 mortaja kanë shpërthyer në afërsi të njëri prej pallateve të presidentit të Bashar al-Assad. Sulmi ndaj pallatit të presidentit është i pari konfirmuar nga qeveria ndaj një ndërtese presidenciale dhe shihet si provë më tejshme se lufta civile ka arritur dhe kryeqytetin, i cili deri më tani konsideroi si sigurt. Aktivistët sirianë thonë se mbi 30 persona kanë humbur jetën nga goditja një rakete në një kompleks banimi në qytetin verior të Aleppos. Observatori sirian për të drejtat e njerëzit ka thënë se 14 fëmijë dhe 5 gra janë në mesin e të vrarëve. Pamjet televizive kanë treguar shkatrime të mëdha në lagjen Jabal Badro të Aleppos. Në Damask, ndërkohë agjencia shtetërore e lajmeve Sana ka raportuar për shpërthimin e 2 mortajave në afërsitë e njërit prej pallateve të presidentit Bashar al-Assad. Nuk është njoftuar për viktima dhe mbetet e paqartë nëse Assadi ka qenë në pallat. Përgjegjësinë për këtë sulm e ka marrë Armata e Lirisë Siriane. Konflikti ndërmjet kryengritësve rebel dhe forcave qeveritare në Siri ka nisur në mars të vitit të 2011. Kombët e Bashkuara thonë se afro 70.000 njerëz kanë humbur jetën në gati 2 vjet trazira. Rebelët sirian qelluan me preda një nga pallatet e presidentit Bashar al-Assad në Damask të martën, ndërsa numri të vdekurve u rrit të paktën 31 nga një sulm me raketa të hënën vonë në qytetin verior të Aleppos. Sulmi ndaj pallatit është i pari konfirmuar nga qeveria ndaj një ndërtese presidenciale dhe shihet gjërësisht si provë më tejshme se lufta civile ka arritur kryeqytetin që konsiderohet dikur i sigurt. Ndërkohë raportet ruse dhe perëndimorët e lajmeve thonë se Moska ka dërguar 2 aeroplan transporti dhe 4 anije të mëdha detare në ujërat bregdetare siriane për të evakuar shtetasit e saj që duan të largohen nga vendi shkatruar nga lufta. Dhe së fundmi do ju njohemi një lajm nga sporti. Botrori Brazilit 2014 tashmë do të vijë me një teknologji të re, për vijën e portës me qëllim shmangjen e golave të dyshimt. Deri më tani, 2 kompani kanë marrë aprovimin e FIFA-s për të konkurruar përballë njëra tjetrës. Një teknologji e njëjtë pritet të aplikohet në vitet në vazhdim edhe në kampionatin anglez të futbollit Premier League. FIFA ka konfirmuar se teknologjia re për vijën e portës rreth shmangjes së vendimeve të dyshimta për golat fantazma do të aplikohet në botrorin 2014. Presidenti i FIFA-s, Sepp Blatter, kishte deklaruar prej kohësh se kjo teknologji e testuar gjatë botrorit të klubeve 2012 do të vijë në punë, por vendimi është zyrtarizuar vetëm ditën e martë, pasi është hapur edhe tenderi për firmat që do të pajisin stadiumet e braziliane me këtë teknologji. 2 kompani që kanë marrë aprovimin e FIFA-s deri tani, Haikai dhe Golf Ref, pritet të konkurrojnë përballë njëra tjetrës së mundësisht me kompani të tjera që kanë pasur produktet e tyre në fazën e testimit e gjatë kësaj kohe. Haikai vepron në bazë të përdorimit të telekamerave në cepa të ndryshme të fushës, ndërsa Golf Ref ka një sistem më shkencor që përfshin një fushë magnetike të frekuencës së ulët që rrethon portën dhe një qark elektronik brenda topit,
ndërsa konfirmimi një goli bëhet brenda fraksionit të 1 sekonde në një ordore që mbahet nga gjyqtari. Një teknologji e njëjtë pritet të aplikohet në vitet në vazhdim në kampionatin anglez të futbollit, pasi Premier Liga ka bërë të ditur se është gati të bëjë investime teknologjike sapo ajo të ndërthuret si opsion në rregulloren e lojës së futbollit. Të nderuar teleshikues, këto ishin informacionet që kishim përgatitur për juve. Duke falendëruar për vëmendjen, bashkë mirupafshim.